Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën me gazetarët e quajti fitore fars festën e Partisë Socialiste për fitoren në zgjedhjet e 11 majit. Ai e vlerësoi atë si një ceremoni të zymt dhe të frikshme, ku nuk u pa asnjë buzëqeshje apo reagim spontan. Berisha në fjalën e tij akuzoi zyrtarët e Partisë Socialiste si përfaqësues të bandave kriminale dhe e cilësoi parlamentin e ri si narkoparlament. Berisha ka krahasuar ngjarjen me skenat e filmave të njohur për botën e krimit. Kryetari i Partisë Demokratike tha se Rama po shpenzon shuma të mëdha për të influencuar raportin ndërkombëtar mbi zgjedhjet, por sipas tij, përpjekjet do të dështojnë dhe raporti do të reflektojë të vërtetën e situatës. Se mira shqiptar që kanë tashmë të qartë se kanë tek Edi Rama armikun e betur të votës së lirë, nuk do t'ja falin kur ati këtë farsë elektorale. Sikundër, shprehbindjen dhe besimin tim se raporti i komunitetit ndërkombëtar kundër të cilit Edi Rama po paguën shuma të jashtëzakonshme për ta ndryshuar. Telefonatat pafundme, por nuk do t'ja arrijë. Raporti do t'jetë pasqyra më e vërtet e kësaj farse, për të cilën dhe njëherë fjalen do t'a kenë shqiptarët. Ka vetëm një rrugë, largimin e Edi Ramës qeveri teknike dhe përsëritje e zgjedhjeve. Asnjë alternativë tjetër nuk shpëton shqiptarët nga farsa elektorale e instaluar në Shqipëri. Pyetje se a nuk do të ishte mirë të ndryshohej lideri i Partisë Demokratike, Berisha ju përgjigj se ai vet e ka bërë një hap të tillë në të kaluarën, pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. Gjithashtu Berisha ju përgjigj edhe pyetjeve të tjera të gazetarëve lidhur me zgjedhjet e 11 majit. Kur huma një palë zgjedhje që s'ishin fars, unë dhash dorëheqje. Dhe një i ri erdhi pas meje. Kam vepruar shumë drejt, pavarësisht se çfarë mund të bëj. Unë nuk udhëhiqem nga paragjykimi. Mendova se një gjërat e re do të jetë një shans i madh për forcën politike.